erdhët! Mirë se ju gjetëm. Mirë se ju gjetëm. Kënaqësi me ju pritë në studio. Mirë se erdhe. Faleminderit për kohën. Mirë se erdhe. Hajde të lutem, drejtohemi tek pjesa e bisedës. Ky është vendi për juve. Mirë se erdhët në studio, mirë se erdhët në Kosovën e ju i të dashur. Faleminderit shumë. Na bën mundi e mirë, kur na aq mirë na pritni në vendlindje. Jeni në vendin e ju, e ndajmë po të njëjtën shtëpi, ani pse fizikisht mund t'jemi larg, por e di që atë dhe është në zemrën e ju, i sidomos për ju, zoti Hysni, sepse Argjendi pak më i ri edhe kur nuk e ka shumë këtë kohën e gjatë jetesës në Kosovë, malli ditë jetë ndryshe, por që ekziston pa tjetër. Për ndryshe, nga Finlanda në Kosovë, sa të shpeshta po i keni ardhjet? Valla, zakonisht 2 herë në vit vimi. Ka herë rollë ma shpesh, po zakonisht 2 herë në vit. Për vitin e ri edhe gjatë verës. Edhe gjatë verës. Kush insiston më shumë, Argjend, që me i shpeshtu pak të ardhjet në Kosovë, mos e qenë veç 2 herë në vit? Besoj që Bobi ka qef ma shumë me na pru ma qpesh këtë. Për shembull, e kina nga herë shkollën e tjera të obligime, nuk mujna veç, edhe e kina bisedu në të ardhme në ashtë edhe me orë krejt këtë, nuk e di. Okej, nuk e dihet. Sigurisht është një prej dëshirave që e keni, por mandej si dihet qysh do t'jem planet e juja. Për ndryshe, në këtë, qka është diçka që ty të pëlqenë më shumë ti në Kosovë kur vjen? Si nashta njerëzit që janë shumë të hopën edhe doshtë. Sa t'jenë në filon nashta mungën pak, s'kanë qef shumë me marë kontakt. E këtu janë njerëz shumë të hopën e kom qef, me bisedu e të regujnë dhe s'ka. Okej. Unë fola pak për raport në juj, po me sa pash kishit atë shumë djekë, sa që po m'duket shumica prej djekëve veç e njohin raportin e juj, e din sa të ofert jeni me tjetrin, Argjendi i ke përshkrybabin si shokun tënd ma të mirë. Kur keni arrit me ndërtu, në cilën fazë ke qenë ti, sa vjeç ke qenë ti kur ke arrit me ndërtu këtë raport me babin? Besoj prej, po nëjse shumë i ri më konë gjithë Bobi më ka nejtë, më ka përkros edhe ka profesion ato, po Bobi, kur e më konë 18 vjetë, 17 vjetë, atëherë besoj i kina lidhë, i kina pos matë në gota lidhjet, se kumë pos nevoj për ma shumë përkroje, se s'kum ditë bashkë që ka me bo e tek, e Bobi më ka një më ka qitë në rrugë drejtë dhe më ka mojtë, ato edhe besoj në që ato momente. Hysni, qësh ka qenë Argjendi si më i vogël? Po, Argjendi gjithmonë ka qenë një fëmijë i mirë, po ka qenë pak se hiperaktiv ose ka pos... Ka ndryshu po duket, a? Po, natyrisht, me kalimin e kohës, unë pasi e kam edhe profesionin të atil që e njoh psikologjinë e njeriu të mirë, sidomos psikologjinë e fëmijëve, fozat cilat kalojnë fëmija deri sa të emrin atë pjekurin të amon në aspektin e identitetit dhe personalitetit. Astaj, ju kumë përshtot shumë me unë zhvillimit të Argjendit edhe naturisht që ajo mosha 18 vjeqore është mosh që duhet me bo shumë vendime për armërin, për studimet. Në cilën fazë ke pas më shumë t'i frikë për ta, duke i ditë këto rrethonat që mund të kaloj një imitur gjatë zhvillimit të ti? Po, ma të thonë drejtën, Argjendi asnjëherë nuk ka bo diçka që me më shti mua, me u shqetësue shumë. Gjithçka ka qenë si lloj preventive paraproke, për ndryshe Argjendi asnjëherë nuk u shkua në rrugëve të këqija, as që thojmë na shqiptarë. Ose ndoshta ti se din, Argjendi. Ose ndoshta unë nuk e... Ja si këm kallëzu krejnë. Ja, i kone. Në siguri. S'po, kur kush nuk më ka thonë në shkollë, kur ka qenë në shkollë fillore, mësueset më informojshin se Argjendi bone që ta e bone që ata, ja ka hangur dë burë në tokat e që ka ro, si shanë është vogla për shambull, po për mua dëse gjona ishin normale që thëmija e provën edhe burën edhe pse është për jashtë në e gjona tjera. Mirë po, nuk ka pos diçka që me më shqetësu, po zakonisht është friga e prindit është paket gjithmonë pak i te kalon ato. Po thu që nga njerë është ma egzagerume se sa që... Besoj si goti gjithherë, ose është e egzagerume, ose
është e neglizhume ose me vogël se sa duhet. Ky mesi i ardhë vështirë me u gjetë. Në raportin prind-fëmi, unë e kam thonë më herët që nuk ekziston sfidë më e madhe se sa me i rritë fëmin, për arsye se kur nuk din sa është mjaftueshëm për fëmi. Mjaftueshëm mirë sa i jep, mjaftueshëm kufit sa ja vendos, dhe me unë është diçka shumë abstrakte, por praktika ta tregon, në mënyrë e sheh, vepron, bisedon edhe pastaj përshtatesh. Prindit duhet më përshtatë shumë. Argjend, shumë e fatë me pas zoti Hisni, me sinë se sigurisht edhe përvoja profesionit, e ka bo që tjetë shumë ma i hapun me pranimin e fazave tua, po para se me undërtu ky raport ka që i ngusht mes ju të dy edhe me një liri të shprehjes së mendimeve, të diskutimit temave, a je ndjen ndonjëherë ma i friksum, po them, dhe kanë adoleshentët pak atë frikën mos t'i tregojnë, ndoshta edhe për diçka shumë të vogël, a ke pasi ndonjëherë frikë me i tregu babit diçka? Në fakt, kur jenë gjithë kur na konë ma të vogël edhe kur e kishëm ndonjë problem në shkollë më na nxënës, për shembull, gjithë unë i kallëzojsha babit, për shembull, nëse më ka nguz dikush a diçka, që ka ndodhur ndonjëse, bobe, kur nuk më mbroj ke mu, po më thaj ke sigurt diçka ka këtu që ti ke bo, a vedin ti e ke fillu krejt këto, i gjeki arsyet, qa kum fillu unë, që kum bo që ka rezultu në që ato. E zdi, besaj qaja, u konë do momenti, u konë zërë se unë më dëke që si jem konë fajtur, po kur të bisedoj shumë tani del kja pe që unë jem konë fajtur, se da kemi zbulu krejt. Po, është e vërtet, Argjend, në realitet... Ke boti diçka. Me gjithë fëmin e kum pas që të mënyrë të komunikuarit që jo në atë mënyrën me i bo fëmin e mi gjithmonë fajtor, arsye se ashtu edhe vetbesimin ja u dëmton e gjona tjera edhe gjithmonë pastaj e kanë ndjenjë një fajsis me veti, por asnjëherë nuk kum dosht që situatat e caktuame të me mu interpretua muë veç nga një kënd vështrim, po kum dosh me ditë në gjorjen, dy onët, edhe pastaj që me qëllimin që thmija jonë, e përshëndetës edhe Zyhrien bashkëshorten time, ajo ka po shumë punë me thmin tonë, me siguri ma shumë se one. Thmija jonë mës me konë të atil që një famnyre gjithmojnë në fajsojnë tjerët për ato që kanë ndodhë. Këmë pas qef një lloj sinceriteti. Edhe ju duke njoftë shumë mirë Argjendin, që është prej djemve, nuk po them problematika se si, po me atë sa na i keni dhoni ve publikut me kuptu, është një ata që pëlqen këto ranget, apo pranks në gjuhën angleze. Ti ke ra vetë prej e ty në disa herë. Po është e vërtet. Argjendi, nuk po di, disa gjëra i bën gjysëm për një me, ndoshta i teston pak edhe ato me mendimet e mija, dhe natyrisht që une gjdo situatë e kam mënyrën e të mendumit të atil që e marrë mënyrë serioze. Gjdo gjohë që ma thonë fëmija e mi, e marrë mënyrë serioze. Për arsye se ju kemi mësua dhe fëmive që me konë piknisja sinceriteti. Edhe pastaj kur të më... Po këta po ta kish përdorin, ose? Po, këta ma kish përdorin ka pak. Edhe... I shojmë disa prej vetëve në ndërkohë që keni ndonë rjetin e ju i TikTok. Argjend, cila ka qenë e para edhe se pikrisht babin? Bo, ne kum dosht se bobe gjithë, po gjdo moment kur tjena na qka të bojna, nën stëpon këshillën. Gjithë, edhe kur e të fillon a i këshillë thjesht, janë ishë krejt teorinë e të regon njëherë për psikologjie, psikiatrie, krejt, tani më të regon pëse. E unë e ku më thonë, ma se përki që e shumë me ndo qëtu me mua, pëse mos me ndo me krejt, e në fillim e kena njësë me këshilla. Pra ka qenë, zoti Jusni, prej fillimit dakord që këtu ti me ndo edhe një platformë kështë madhe? Po, janë konë, në fillim e kena fillu si me këshilla. Ka ndë një që nuk e ke postu? Për në arsye. Po, janë, unë e kam një pak, nuk është problem, po, se da bobe thot ma mirë me kesh se me kojt, po, unë në do moment në serios, së muj me nejt, shumë serios, më keshet ka jerë, edhe bilja bobe ma kanë gjitë, e kina shumë video kur kina mënu me full diqka serios, edhe unë me që ka njëzë Ka plas gazi, ja? Që ato janë konë, bilja ato me i postu janë shumë fani, veç zi si kumë postu kërë.
Se ju, je pjunë. Më me i postue, realiteti është që unë gjithmonë kam dosht edhe thmive me jau integruat njërën e të menduarit që me qenë vetë vetja. Edhe se është pjesë shumë e rëndësishme e psikologjisë njeriut. Edhe ka herë bashkëshorti jam thot hysë, ti doktorë, psikiatër, edhe me boksi hajgore për shembl, me dalti, me konë doli, argjendi, me konë një fajmë mënyre prindi, me ndrojmë rolet. Une i thëmë bashkëshortës time që une e di kush jam, edhe Në fakt, ju jeni shumë natural në ato video që kam po une. A i keni ofru ftes zonjë Zyhrije me qërë pjesën në i vedës në i herë? Kemi bisedue, Zyhrija është pak me dyqysh me tërhekne, po kemi bisedue para një kohë që edhe një video me morë edhe Zyhrijen, edhe në disa video që ko qef ajo, po edhe është shumë çështje e mirë, se edhe unë e ku mendue që gjithmonë diqysh djali baba apo jo djali nona. Ku është dalimi, Argjend, se si reagon babi në një prej, për shembull, ta zëm, në një prej temave, ose një prej videove ma të klikume që e kenim, duke të është ajo për lojmin që ja babit për ftesën në Big Brother, ha? Qështë në realitet, me qëna si publik nuk ja dim reagimet nonës, ku dalojnë këta dy në reagime? Të temave, të pyqjeve, të diskutimeve që ti shtronë prej katë vinë ato. Unë e besoj që, për shembull, momi si krejt nonat menojnë dyqysh si me ndjenja, me njëherë, nuk e menojnë shumë agatë, edhe për shembull menojnë se shët 3 muj, 2 muj, mërzitën e kështë, e bobi tani, apet bobi anis, tani anis me apet psikologji, ja kështë ndodhë, ja shto e kështë. Me bobi, tani, nëse momi s'mën për shembull manol diqka, tani bobi kërë tani s'me më tregu këtë krejt teori, tani s'këm qore, tani e lo krejt. Për ata që se kam po vidon, qësh ka qenë reagimi i babit për pjesëmarrjen tënde në një reality show? Po, qatu, si për qatu kona jo video, edhe unë më mërë një far ideje që po du pak me egzageru me ishtu do sene, e unë e tuj këtë regu bobet të rajsha që ka mës të isha, ja, shtu e shtu. Edhe unë e di bobe, një sen që ne ka mësu është sinceritetin, edhe disha që bobe s'ka me mlon kur me rajt, edhe thash, veç të provoj, unë e tu full, tani bobe, mi qitë ke krejtë në fush. Tani thash, tani pjesën e dytë e kina bo, këshe, më kanë kontaktu me thonë me konë maj sinqert. Tani apet, ja kom njësë ato, kom me rajt. A janë gjitha këto spontanitete që zotis ne nuk e ka idejnë që ti e tu i bu, apo nga njëherë janë edhe improvizime? Jo, që të pranks që janë... Reale. Reale. Shumë shkrejt janë reale, veç ato tira që janë edukus, ato janë normalikisht planifikume për qëfar tema folin, veç prank janë reale se kom qef me kopë kështë adin që me thonë si më qatë original. Po më duke qatë shumë e këtë sfidu babin, sa mund e shlirisht me e bo rolin e ti. Qëfar do pytje që ta bëj, ti din me u përgjitë si kë, a? Po, bash, në zdi, unë jam, diqysh, por qdo sen që ka të bëj, unë më thujnë shumë që jam shumë si babi. Adin, janë edhe do sene, edhe të mira e ku morda. Hajtë për shambull, nëse i ndrojmë rolet pak, t'ju të dyve, me ju sfidu pak? Qar pytje kish bo Argjendi, se me sigurit godit me pytje që ditë shme qdo ditë? Ajë, vetëm dhe qka, djoli jam. Qka më dhe me më pyjtë? Mos vjenë më ore doli jam. Nuk po di valla, kom pak shtirën këtë moment me u aktivizohe me në rall, mirë po se kemi menduhe fare temën, po menduhet i Argjend që që kje zakonisht. Pastaj e fillojme. Hajtë, thumë ba për shambull po dalë jashtë qëtashtet, po dalë me shoshni. Bab, sa të më thërën shoshnia dhe po ta qef me dalë. Pak, rrideri ka harnjot notës. A bënë? Alla djoli jam është ora 8, mromi është ka gjavën, edhe anis mu të rruë, edhe shpejtësia mos po janis me i groma shpejt, është pak, nuk është ide shumë e mirë, veç të merë autobusin maj sakt, shkan rrem pak 2 orë edhe kthejesh. Bre bab, gjithë ma pri shifin ti.
Ama dhe nuk ka faj, se 2 orë, pas 2 orë nis qevi, nis dhe Po dhe, po që to se kuptën bobe. A je i vetë mi fmi në... Jo, i kam edhe 3 motra. E që aty janë ma të reja, ma të vëgla se une. Okej. Qysh jetin në raport me to, edhe sa je a i vlau mbrojtës për to, edhe nga një herë kur papi ose mami nisin me këshillat e tyre, ose me kufizimet e tyre, qoftë orarit, qoftë gjanave tjera. Unë e besoj që gjithë kur nuk është bobe prezent, unë jam, diqysh si me konë bobe kur jam me motrat. Zdi, diqysh kam qef me po adin veç në rrugë të mira, drejta, edhe ka eri logaritis bashkë, por një me si me konë diqysh si qikat e mija, se sidomos me e vëgla Florentina, aja është shumë, krejt motrat janë shumë rrugë të mirë, pa aja është me e reja, edhe kam qef me mojt bashkë gjatë rrugësh, ato e këshilloj shumë, e moj nga të vetit e ina shumë godë. Angelozojnë ato tjera që po më duket e pas keni raport pak ma të ofërt me te. Ja, me Argjenden është e mes, me ato e kam ma të ofërm. E kam në Argjenda, na jena pak si njejt, ma to jena ma të ofërmen, veç jo nuk gjelozojnë, se edhe krejti du si njejt, veç që shë shprejhin ashtë të ndryshe, veç. Zëti Jusni, 3 vajza e 1 djallë. Po mendoj që të dy edhe ju edhe zonja Zyri jeni të pasun në këtë botë, veç pse i keni fmite edhe i keni të shëndoshe që ju bojnë krenar. Po cila është frika jote më e madhe për ta? Për momentin, fëmija i kanë kalua të fazat e frikës që me shkua në rrugën e për shembull të alkoholit, abuzimit me droga ose shoqërit keqe. Me gjithë Florentina është gati 18, po ajo është, dhe më hane ka temperamentit atil që është shumë një farë mënyre nuk kam asë një frikë që mund me devijue. Tash, naturisht që shqetësimi maj madhë për muë është jeta bashkërtore e tyre që vjenë në të ardhmen. Kjo është çështja që Kur ta bën Argjendi nuse vedot me të kam i boj, jo me ty. Pikërisht, unë e shumë diqysh e kam një shqetësim të madh që tash për arsye se diqysh bota, mënyrat mentorit rreth jetës të martësore u bo. A flet Argjendi me ty edhe për këto tema? Shumë perfekcioniste u bo, po, Argjendi dhe gjithë mija flasin për këto tema, edhe i shprehu mendimet e tona, po diqysh Argjendi mu duket që një fa mënyre kërkon pak tepër, unë mundohna me ullat progën që me kuptu që nuk ka perfekte edhe duhet disa tipare kryesore të njeriut me i kërku edhe mënyrën e të mendomit a janë për afrëta. Anile ta kërkon perfektën, lodhët pak, më ndej. Pikërisht që kjo është friga. Pikërisht që kjo është friga ime për arsye se kur të lodhët pak, atëhere mosha shkon edhe pastaj në fa mënyre zgjedh dikur duhet me mbledh. O, prese djali i ri. Kam pak, pap. Dhe këtu për shifët ajo hyperreagimi ose të reagimi im, po në realitet natyrisht pjesa tjetër që e mendoj është shkollimi i fëmijëve, po edhe ai aspekt është të shkuar shumë mirë, Argjendi tregon për veti, vojza tjetër është në fakultet mjekësisë, atje studion mjekësimve dytë, Argjenda është në ekonomit, në fakultet të studiuar, Florentina gjimnazin, përmendja Argjendi pak shkurt edhe ndoshta një të ardhme thatë me u kthy komplet në Kosovë. Sa është afër qëllimeve, planeve, sa qëndron realitet? Si mundësi për të ndodhë? Unë e besoj, Argjendi mund me thonë pjesën e vetë, po unë e besoj që i kam por disa shkëndia të fëmija që po i shohin pak edhe situata që një fa mënyre Kosova po është të përparu në gjitha aspektet me krahasu me 25 vite për para, çdo vit të shku ma për para dhe bëhet ma atraktive. Edhe kur kam bisedu unë po du me fillu këtu në Kosovë, praktikën të heme në psikiatri, me punosim jek psikiatër, psikoterapeut edhe tani edhe kum investu e kum bo klinikën e gjitha, qysh është një pjesë që fëmin ka fillu me i tërhjek që ajo, dhe pas asoj kanë fillu Kosovaria, Florentina, Argjendi, me thonë që bab,
kur të kryejmë pastaj fakultetin, mujmë me të bashkangjitë ty në punën tonë profesionale. Edhe kjo kuna jo farë... Sa të dojnë me qenë ofër teje me jetu bashkë në regulli i keni punë. I kemi, po natyrisht, edhe ajo vogla Florentina, ajo mas shumë të thëtë babune, kur bunë hamekun në Kosovë, ku me shku me punu e për mena spitalin e pediatrisë që e kanë ndërtu këtë vendet arabe në Qekukë. Edhe, i qysh është interesant, po natyrisht që na kemi kontribu se nuk ekziston asë një vit që na e kemi shmongë ardhin në Kosovë. Agent, në fund, për krejt ata që të përcjellin në TikTok, qka kishe me ju thonë, me siguri merë edhe plot mesazhe, ju këten mesazhe, po qka kishe me qenë dëshira jote me ju thonë me që sot në ndjek një audiencë me gjirë? Nuk e komenu këto heq, veç zdi, unë e kom qef, unë e vetë jam shumë njëri sinqert. Për shembull, bashkë është shumë ju përgjigjë nga komenteve, mesazhave, e besoj që edhe tjerë duhet me ndoqët sinceritetin shumë ma shumë, se nuk kanë dëm prej sinceritetin. E vërtet, në fund maska të bie, kështu që Kreqa në metet është të qenurit vetvetja. Falenderit shumë që ardhët sot, kënaqësi me mbyllë dhe takimin e pasdites me juve. Falenderit edhe. Se vazhdoni me na dhuru kontent të bukur. Shumë falenderit për mundësinë edhe natyrisht që kjo ndrimi i roleve dhe është ata thënë veç edhe një pjesë, është shumë i rëndësishëm në aspektin psikologjik për arsye se edhe atje në Finlandë edhe në Kosovë edhe në gjithë botën është një familje, është autoriteti i prindit, është ai që gjithmonë dominon. Edhe kur punojnë në psikiatri, me hunë gjithmonë ankohën pacienta se thojnë gjithmonë u friguë me i thonë babës dhe qka. Unë po mundohna me thyë që atë tabu që është... Uroj që Argjendi kur bëhet babë me qenë veç sa gjysma jote. Falenderit. Edhe me që ashtu vëre. E uroj.